Allahun, Zotin e vetëm të vërtet, falenderojmë. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Thojshin për njerëzit që merren me hadithet, njerëzit më të mirë që mbi tokë ekzistojnë, sahabët me trupin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me fjalët e tij dhe me veprat e tij kanë jetuar, ndërsa ata që punojnë me hadithin me fjalët e tij frymojnë. Kështu që dhe ne inshallah taala shpresojmë, ne nuk jemi se jemi nga ehlul hadithi, pra me kuptimin që jemi të specialist apo të specializuar apo të fokusuar në hadith, por mundohemi që në ligjëratat tona mbështetemi në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ne elhamdulillah në këto ligjërata që kemi nisur që kanë të bëjnë me mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, faktikisht po frymojmë, pra po flasim me fjalët, me mrekullitë, me ngjarjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lut Zotin e Madh që të jenë këto mësime dhe këto ligjërata shkak që të na shtohet imani dhe besimi, shkak që të na shtohet dashuria për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, një arsye e fortë për të ngjallur sunetin e tij dhe një arsye e fortë për të larguar veten, po edhe ata që marrin fjalën tonë nga sajesat në fenë e Zotit, nga risit, nga bidatet. Lut Zotin e Madh që të jemi ndër ata të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përgëzoi duke thënë sa herë që besimtarët mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të lexuar Kur'an ose për të përmendur Allahun, siç po bëjmë ne këtë dytën, mbi ta do të derdhet mëshira e Zotit, do të përjetojnë qetësi shpirtërore, me lajket do i rrethojnë dhe do i mbulojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, e siç janë në tokë, Allahu i përmend atje ku është ai, e kur çohen nga këto tapkime dhe nga këto tubime, një zë thret nga qielli, çohuni se Zoti ju ka falur gjunahet, gjitha të këqija që keni pas, Allahu ua ka kthyer në sevape. Lut Zotin e Madh që të jemi ne për këtyre njerëzve, që Zoti i Madh të këqijat tona dhe gjunafet tona na i kthen në mirësi, në sevape dhe në shpërblime. Ai është i plot fuqishëm për gjithçka. Ati nuk është, domethënë, e pamundur për të asgjë, por ne jemi nevojtar shumë që Zoti të na falë e të na mëshirojë. Allahu na mëshiroft dhe na fal. Do të vazhdojmë inshallah sërish pra me mrekullitë që i madhi Zot Allahu i ka dhënë profetit të tij të fundit, vulës e profecisë në tokë, Muhamedit alayhi salatu wasalam, si argumenta ose si fakte të pashmangshme, të cilat tregojnë se ai nuk ishte ai vetë bërësi apo projektuesi i kësaj gjëje me të cilën Zoti e nderoi, po faktikisht ai ishte i dërguar i Zotit, ishte profeti i Zotit dhe ka pas mrekullit shumëta, po që faktikisht Zoti ja ka dhënë atij si dhuratë, ashtu siç e ka dhënë gjithë pejgamberëve të tjerë. Pra nuk janë atribute që i atribuohen profetëve, po janë atribute që i atribuohen fuqisë, madhështisë dhe vullnetit dhe dëshirës së Allahut xhella xhelalu. Kështu që këto mrekulli neve nuk na lidhin me profetin alayhis salam, që me kuptimin të kërkojmë prej tij se ka pas diçka të mbinatyrshme, jo. Na lidhen më fort me Zotin, i cili i ka dhënë profetëve të tij, ndërta dhe vulës e profecisë Muhamedit alayhis salam, mrekulli jo se i bëri ata të mbinatyrshëm, jo. Por në momente të caktuara kanë dalë nga rregulli dhe ligji i asaj që ishte e natyrshme dhe normale për kohën kur ata kanë jetuar, dhe ne kemi parë gjëra që normalisht nuk mund të jenë vetëm se mrekullitë të Zotit, siç kemi parë pra gjithë ato që ne kemi parë gjatë kësaj kohe. Sa më mend kemi ndaluar tek numri 149 i mrekullive, megjithatë të sigurohemi. Ajuku dhe Omeri.
Këta e fundit, sa ishte Omer? Thjesht për numër kot kështu për qef, për fiksim. Se ne kemi thonë janë më shumë se 600. Tani do ta shohim, a janë më shumë se 600 apo jo? Sa ka qenë e fundit shiveja? $145, a? E fundit, a? Okej. 149. A, 159. Okej. Atëherë sot jemi tek 160. Ja ka qenë 145, 149. E kalumja. Okej. Mirë, atëherë po shohim pra me shpresën e Allahut Xhella Xhelalu. Faktikisht mrekullit që do të ndalemi sot janë, si më thënë, lutjet pranuara. Normalisht që Zoti i Madh, në momentin që një profet lutet për diçka dhe i vjen përgjigje nga Zoti, fiks siç lutet ai, kjo konsiderohet një mrekulli nga Zoti për të. Sallallahu alaihi, në rastin ton për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Lutet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një person, do ta shohim tani inshallah taala, i cili nuk ju bashkangjit të tjerëve në beslidhje. Dhe njerëzit e kanë përfol. Kur ka ra muhabeti mes tabiinëve dhe djemve të këtij personi, ja ka përmend njëri nga tabiinët rastin djalit të personit në fjalë, Suwa ibn al-Harith. Ky al-Harith nuk ju bashkangjit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në besatim. Thot al-Muttalib ibn Abdullah al-Hantab rahimahullah, i thash thot Suwa ibn al-Harithit, babai juaj nuk i dha bes pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ke parasysh me të fol dikush keq për babën. Ai tha, mos u ngut, mos fol vetëm se më të mirën. Tani këtu ka dy gjona faktikisht. E para, s'është mirë me përmend vdekurin. E dyta, nëse ke për të përmend vdekurin, përmeni të mirat e tij. Flasim gjithmonë brenda besimtarëve, se për të tjerët s'ka lidhje ky muhabet. Por për besimtarët. Po edhe nëse është ai tjetri jo besimtar dhe fëmia i tij për shembull ka pranuar Islamin, mos ja përmend këqijat e babës. Pse e lëndon? Ati të vdekurit nuk i bën gjë, se ka ikë tek Zoti i tij, po edhe të gjallin lëndon. Për këtë arsye në historinë e Ikrimas, Ikrimaja ka qenë i biri e Abu Xhelit. Abu Xheli, domethënë ka qenë me shpatë të hapur kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Do t'ju vi tha Ikrima, mos ja shani babën, se Abu Xheli edhe në Kur'an është përmend. Tha mos ja shani babën, se e shamja nuk arrin tek i vdekuri, ama dëmton gjallin. Fund fare njeriu është vëllai, më kupton? Pra ti nuk mund ta lëshosh gjuhën për një që është qafir, pse është qafir. Sepse ti ke të bësh me njëri i cili është nga gjaku dhe nga mishi, në një moment mund ta humbi kontrollin. Si thaj, o pejgamberi i Zotit, tha, nëse është për ta vrarë babën tim, ma lini mu. Djali Abdullah ibn Ubej ibn Selulit. Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka qenë shkaktari shumë, le të themi, disfatave, problematikave që ja kanë ngrit pejgamberit alayhis salam. Dhe fjalët e tij Zoti ka përmend në Kur'an. Aq shumë mbartni njerëzit për të, saqë edhe i biri i tij erdhi një ditë tha pejgamberi i Zotit, o pejgamberi i Zotit tha sallallahu alaihi wasallam. Nëse është për ta vrarë babën tim, tha ma lini mu. Se ndoshta në një moment shoh vrasësin e babës tim në rrugë, se maj do të veten. Normalisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e lejoi një gjë të tillë dhe ndaloi Omerin, madje këtij personi ka fal xhenazën, siç e dim të gjithë kur ka ndruar jetë, i erdhi i biri tha, o pejgamberi i Zotit, a ke mundësi t'ia falësh xhenazën babës tim? Dhe erdhi ja fali xhenazën, pra, sepse imazhi është shumë i rëndësishëm dhe kompaktiteti që ne figurojmë tek të tjerët, nëse kjo është temë tjetër, e rëndësishme. Edhe pejgamberi sa më thotë, na thotë në një hadith thotë, kur përmendni të vdekurit, mos përmendni vetëm se të mirat e tyne. Se më thonë, le të shkoj atij sevap për jush dhe mos
mos dëmtohet, si më thon, i vdekuri për jush. Tha, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë babës tim, tha, një mushqerë. I biri i kujt? I Suwa ibn al-Harithit. Tha, dhe i ka thënë babës tim, inna Allaha sayubariku laka fiha. Allahu, pa dyshim që Allahu ty do t'japi bekime të mëdha në këtë mushqerë. Thot, i biri i Suwa ibn al-Harithit, thot, gjithë pasunia që ti sheh sot në dorën tonë, pra ishin njerëz shumë të pasur, gjithë pasunia thot që ti sheh sot në dorën tonë, nuk është gjë tjetër vetëm se thot burim i asaj mushqere që ka marrë baba im prej dorës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu kemi edhe një mësim tjetër të rëndësishëm, që është njeriu nuk gjykohet për një qëndrim të tij. Faktikisht qëndrimi i tij ka qenë shumë i rënd, po ta masësh në peshorën sheriatike. Mos t'i japësh besatim pejgamberit alayhis salam, është e rënd faktikisht. Megjithatë, sahibur risale, mbartësi i shpalljes, nuk ja mori fort në konsiderat këtë gabim. Pra ajo që themi ne fiqhul muwazanat. Njeriu duhet përdori peshoren e gjërave, pra duhet i peshoj gjërat. Nuk mate njerëzit me momente, nuk mate njerëzit me momente. 161 lutja që bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Ummu Seleme. Ummu Seleme, o ma adraka ma Ummu Seleme, ç'është historia e Ummu Selemes. Ummu Selemes radhiyallahu ta'ala anha, i ka ndodhur kjo ngjarje. Ishte një ditë në xhami dhe e ngjon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që thot: nëse i ndodh dikujt një fatkeqësi dhe thot inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khayran minha. O Allah Zoti im, te Allahu jemi, te Allahu do të kthehemi, o Allah Zoti im, ma kompenso këtë fatkeqësi me diçka të mirë dhe të hajrit dhe më shpërble për të. E ngjon Ummu Seleme këtë fjalë nga pejgamberi sa të shkon në shtëpinë e saj. Mas disa kohësh i ndron jetë i shoqi Ebu Seleme dhe bëhet normalisht keq, e përjeton shumë. Gjëja e parë që i shkojnë mend ishte ky hadithi. Dhe filloi Ummu Seleme të mendonte me veten e saj. Ajo duaja që tha ditë pejgamberi alayhis salam, tha i herë si fillim, transmetim ajo tregon vetë, thash thot i herë si fillim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pastaj po mendojsha, ata bëja duan dhe më shkojnë mend që pse ta bëj kot atë duan, se nuk mund të ketë njëri në botë që mund të më zëvendësoj mua Ebu Selemen. Pastaj më shkojnë mend, ajo tregon vetë, ta bëj duan siç ngjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe thash, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khayran minha. O Zot, më shpërble për këtë që ka ndodhur dhe ma kompenso me diçka më të hajër dhe më të mirë. Nuk kaloi një kohë gjatë dhe dorën e Ummu Selemes e kërkon kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ndodhi ngjarja më poshtme. I çojnë haber Ummu Selemes se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar dorën tënde. Ummu Seleme edhe preket nga lajmi, edhe i kujtohet mendimi që tha kush mund të ma zëvendësoj mua, ku kam botë si Ebu Selemeja, po edhe kishte një merak për veten e vet. Cili ishte meraku i Ummu Selemes? 2 meraqe kishte. E para se s'kishte kujdestar, dhe e dyta Ummu Seleme kishte një problem. Cili ishte problemi i Ummu Selemes? Ishte ekstrem xheloze femër. Pra nuk duronte që të kishte burri i saj, në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe gra të tjera. Për këtë arsye Ummu Seleme refuzon. Me kuptimin e kam të vështirë. Shkon Omer ibn Khattabi, thotë oj filani, thotë si guxon ti, thotë. Ka kërkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dorën, thotë. Edhe ti
Thu, s'mundem, ndoshta, i tha, gjëjeri, tha, mos u nguti, tha, si është halli jot? Tha, halli im është kështu, tha. Kjo, një, kujdestari, dhe e dyta, tha, është puna se unë kam xhelozi, s'duroj. Shkojnë dhe i thonë pejgamberit alayhisalatu selam. Thot, për sa i përket parës, kujdestar mund bëhet dhe djali i saj. Mbaroi historia e kujdestarisë. Për sa i përket xhelozisë, tha, do të lutem unë për të. Edhe boni dua pejgamberi sa për Ummu Selemen, thot, edhe u largua nga unë, thot Ummu Seleme, xhelozia që kisha, pa u kthy në normalitet. Qa ka këtu interesante, përveç se Zoti ju përgjigj lutjes pejgamberit alayhisalatu selam, femra e mençur e di problemin e vet. Shumë e zgjut. Tha, unë mirë po martohem me pejgamberin alayhisalam, po unë s'duroj që të ketë gru tjetër ai. Se duroj dot këtë gjë. Kështu që pse ta sprovoj veten time, me u martu me pejgamberin alayhisalam e pastaj ti bëj rëmuj. Bravo, vallai, shumë mirë. E tha situatën, e tregoi dhe pejgamberi alayhisalam normalisht e zgjidhi situatën me dua dhe me lutje, sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i parë që tregon për atë Suwa ibn al-Harith e transmeton, domethënë Abu Ya'la në Musnedin e tij dhe ka përmend Sheikh Albani në librin e tij Silsila Sahiha, kurse këtë dytin e gjejmë tek Delail Nubuwah li Sa'id bin Shangar. Rasti i radhës që është 160 e dyshi. Lutja e pejgamberit sallallahu për Omar ibn al-Khattabin radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi është hadithi dëgjuar, transmeton Imam Tirmidhiu në Sahihun e tij dhe Ibn Majah, dhe është edhe në librin Silsilat Sheikh Albani. I dërguari Allahu sallallahu një ditë lutet duke thënë: Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi hadhaini ar-rajulaini ilayka bi Abi Jahl aw Umar ibn al-Khattab. قال عبد الله بن عمر وكان حبهما إليه عمر. Një ditë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam lutet duke thënë: O Allah, lartësoje Islamin me njërin prej këtyre që ti do më shumë. Ose Abu Jahlin, i cili kishte emrin Amr ibn Hisham, ose Omer ibn al-Khattabin. Abdullah ibn Omeri bën komentin dhe thot: më i dashuri te ai ishte Omeri, faktikisht tek pejgamberi, tek zemra e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më i dashuri ishte Omeri sesa Amr ibn Hisham, sesa Abu Jahli. Pse? Sepse Abu Jahli, domethënë, kishte dalë haptas në luftën e tij dhe për shembull, po të lexosh sirën, jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk e gjen Omerin si Amr ibn Hisham. Omeri s'përmendet vetëm se në rastin e motrës që e gjeti të lexuar, domethënë shumë e kufizuar armisia e tij, shumë si më thonë e orientuar, ndërsa Abu Jahli ka qenë me të gjitha mundësitë, domethënë me të gjitha hapësirat dhe mundësitë që i jepeshin në luftë. Megjithatë, pejgamberi sa më tha: O Allah, o Zoti im, lartësoje Islamin ose forcoje Islamin me njërin me më të dashurin e njërit, me më të dashurin e njërit prej këtyre tek ti, Abu Jahlin ose Omer ibn Khattabin. Në një hadith thot: bi ahadil Omerain, me njërin për dy Omerave, se arab i thon edhe Amrit, edhe Omerit, Omerein, siç i thon diellit edhe hënës Kamerein ose Shemsein, kjo është pjesë e gjuhës arabe. Dhe Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu e pranoi Islamin, thot, në një moment që s'mendohej se Omeri mund të bëhej musliman. Pra ju përgjigj Allahu xhallahu lutjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Mas'udi, duke komentuar lutjen edhe mrekullinë e pranimit të Islamit nga ana e Omerit radhiyallahu anhu, thot: "Fama zilna izzatan mundu ma aslama Omar." Na dha Zoti, thot, krenari dhe na lartësoi Zoti qysh nga dita që ka pranuar Islamin Omer ibn Khattabi, sepse ndryshoi edhe në Mekë, e pranoi Islamin Hamza,
E pranoi Islamin Omeri, komplet mori ngjyrë tjetër situata, pavarësisht se numri i tyre ishte shumë pak krahasim me numrin e madh që ishin kundërshtarët dhe armiqtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 162. Lutja e pranuar për Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu që mos të kishte efekt tek ai as i ftohti dhe as i nxehti. Abdurrahman ibn Abi Leila radhiyallahu anhu thot: Babai im rrinte vazhdimisht me Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe Aliu radhiyallahu ta'ala anhu nuk i interesonte se çfarë rrobash vishte, as në verë, as në dimër. Madje ndonjëherë vishte rrobat e dimrit në verë dhe rrobat e verës në dimër. E pyeti thot baba im Aliun radhiyallahu ta'ala anhu për këtë gjë. Por si ka mundësi që ty s'bën përshtypje? Aliu radhiyallahu ta'ala anhu i përgjigjet: Inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilayya wa ana armudu al-ayn yawm Khaybar. Më çoi pejgamberi sa haber që eja në ditën e çlirimit të Khayberit. I çova haber pejgamberit alayhis salam dhe i thash: O i dërguar i Allahut, un kam probleme me syt. Dhe pejgamberi sa pështyu me kuptimin lehtë në sytë e mi dhe Allahu xhalla xhelaluhu më shroi syt më një herë. Pastaj u lut pejgamberi sa dhe tha: Allahumma adhhib anhu al-harra wal-bard. O Zot, largoje prej tij të nxehtin dhe të ftohtin. Thot Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, nga ajo ditë deri më sot nuk më bën përshtypje më as nxehti dhe as ftohti. Dhe nga ajo ditë e sot, pra kur ka tregu pra ngjarjen që i ka tregu Ebu Lejlës që e pyeti, s'kam pas asnjëherë në jetën time thot probleme me syt. Pastaj pejgamberi sa thot më dha flamurin. 163. Lutja e pejgamberit sa për Aliun radhiyallahu ta'ala anhu që të jetë preciz në gjykim. Për këtë arsye Omer ibn Khattabi kur mori khilafetin, kë bëri kadit Medines? Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Tregon vet Aliu radhiyallahu ta'ala anhu thot: I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam më dërgoi në Yemen. Pra ndër njerëzit që pejgamberi sa ka dërguar në Yemen për të ftuar në Islam ka qenë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Zoti qoftë i kënaqur prej tij. I thash: Kush? Aliu. Ja Rasulullah, tab'athuni wa ana shabun aqdi bainahum wa la adri ma al-qada. O i dërguar i Allahut, po më dërgon tek një popull dhe ndër detyrat e mia do të jetë të gjykoj mes tyre e unë nuk marr haber nga kadaja, nga gjykimi, nga gjykata. فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. Me gjujti pejgamberi sa në gjoks dhe tha: O Allah, o Zot, udhëzoje zemrën e tij dhe forcoje gjuhën e tij. Tregon Aliu dhe thot: Fema shakektu ba'du fi qada'in bayna ithnain. Nga ajo ditë deri më sot nuk kam pas ndonjëherë dyshim në gjykimin që kam bërë mes dy njerëzve apo më shumë. U pranu lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, në mrekulli nuk funksionojnë ligjet. Po se ai s'ka ditë as mbaroi historia, u bë duaja, mbaroi puna, ec, tjetra. 164. Lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas ka pas domethënë disa, si më thon, virtyte të larta, ndërto ka qenë shigjetar, ndërto ka qenë që i pranohej lutja dhe duaja. Çka ka ndodhur faktikisht? Atëherë po e shohim shpejt. Thot Sa'd ibn Abi Waqqas, kur njerëzit u tërhoqën në luftën e Uhudit, thot
mbeta vetëm unë me disa të tjerë pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe fillova ta mbroj me trupin tim dhe bisha në shahadet. Pra se situata ishte shumë ngërç. Se mendojsha me veten time, le të vdes, e rëndësishme është të shpëtoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që pejgamberi sa po ngjitej për në Uhud, merrte grushta gurësh dhe i gjunte nga idhujtarët, dhe çdo gur që godiste ata rrëzoheshin. Tregon kush? Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Derisa thot e vuna gjurin dhe pejgamberi sa më hypi mbi mua dhe unë ngjit. Dhe unë ngjita dhe unë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sa merrte gur dhe u gjunte atyne, dhe mes meje dhe pejgamberit sa ishte El-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Thot Miqdadi më thot një moment, o Saad, po të kërkon pejgamberi sa afrohu. Thot dhe u afrova unë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që s'm kishte dëmtuar asgjë nga shigjetat e idhujtarëve. Më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga ishe sot, është lufta, po e pyeste këto, nga ishe sot, i thash, ja këtej, siç më ke parti, rrotull. Tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke u përball me armiqt e Allahut. Pejgamberi sa tha, Allahumma stajib li Sa'd, Allahumma saddid li Sa'din ramiyatahu, iha Sa'd fidaka abi wa ummi. O Allah, përgjigju lutjeve që do të bëj Saadi. O Allah, shënjestroje mirë shtinzën e Saadit, gjuj Saad, bëfsha për ty kurban nënën dhe babën tim. Për këtë arsye ka paston Saadi, lavdroi Saadi me këtë. Nuk ka ndodhur thotë që ti thot një njeriu pejgamberi sa bëfsha për ty kurban babën dhe nënën time përveç meje, radhiyallahu anhu. Bëfsha kurban një me kuptimin e keq të fjalës, po me kuptimin e vlerësimit të tij të madh, domethënë, radhiyallahu ta'ala anhu. Sa herë që gjujsha, thot Saadi, sa herë që gjujsha, pejgamberi sa më thoshte, o Zot, pranoje lutjet e Saadit, o Zot, shënjestroje atë gjuajtjen e Saadit. Thot Saadi, sa herë që lutej pejgamberi gëzohesha, thot mip te Zoti i kënaqësim shpirt dhe zemër, se nuk e di, thot mund të ketë bërë ndonjëherë dua pejgamberi sa për në njëri tjetër kaq shpesh dhe kaq shumë se sa për mua, thot. A dit, thot një transmetim, mund të ketë gjujt Saadi, thot më shumë se 1000 shtinza. Tani merrem mend të lutet pejgamberi sa 1000 herë për një person. Ka thënë Imam Zuhriu rahimahullah, thuhet thot që atë ditë Saadi ka gjujt me 1000 shtinza, radhiyallahu ta'ala, pa ka qenë i fushës, edhe pejgamberi sa u lut për të. Xhabir ibn Samura tregon ngjarjen e mëposhtme, se do të shohim o Zot përgjigju lutjeve të Saadit, do ta shohim këtë gjë. Xhabir ibn Samura radhiyallahu anhu, sahabi, tregon ngjarjen e mëposhtme. U ankuan banorët e Kufës për Saadin tek Omer ibn al-Khattabi, Saad ibn Abi Waqqas, ky që kishte marrë gjithë këto lutje të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Vjen një moment që njerëzit ankohen për të tek Omer ibn al-Khattabi. Pra këtë kishte vënë në këmbës Omeri. Dhe Omeri e hoqi, e shkarkoi nga detyra. Dhe vuri më këmbës për banorët e Kufës Ammarin. Mirë po kur shkoi Ammari, si më thon në udhëheqje, ata u ankun shumë për Saadin. Derisa thanë në një moment as nuk falet mirë. Saad ibn Abi Waqqas nuk falet mirë, s'di më u fal. Banorët e Kufës, ata e thirrën Husajnin dhe e prejnë besë, çfarë pret prej tyre? E rëndësishme. Atëherë çon haberet Ammari, sepse ka qenë situata shumë transparente. Ankesat duhet shkojshin tek Omeri. Çuditet Omeri edhe e thret Saadin. Jo se kishte dyshime,
po që janë këto gjëra me fjalë që vinë për ty? Dhe i thot, o Ebu Ishaq, se kështu e kishte atë kunjen, e kishte pseudonimin, Ebu Ishaq i tha, ore këto po thonë se s'din as me u falë. Tha, o prisë besimtarve, e falë për shembull, tha, sa të kishin cilësu, sidomos namazin e jacis. Tha, o prisë besimtarve, e falë jacin, e zgjas tek të parat, dhe shkurtoj tek dytat, s'ti çfarë bëj tjetër. Qeshi Omeri dhe tha, pasha Zotin edhe unë kështu mendoja, o Ebu Ishaq. Pra nuk është se kisha dyshim, po si më thonë ishte më shumë pyetje çfarë bëhet me fjalë. Mirë po Omeri nuk e la çështjen me kaq. Dërgoi disa njerëz në Kufa, bashkë me Saadin, për të përballë. Si ishin akuzat rënda. Grup Saadi dhe një delegacion, si më thon komision nga ana e Omerit për të pyetur gjithë njerëzit. Kuptonte apo si ka funksionuar gjëja? Çfarë është drejtësia me fjalë? Person që tek ai nuk kishte asnjë dyshim, megjithatë përderisa ka ardhur ankesa dhe akuza shumë mirë. Ngriti komisionin, edhe Saadi aty me vete, shko dhe pyet një thatë gjithë njerëzit. Shkuan thot në çdo xhami të Kufës dhe nuk lan xhami pa pyet njerëzit. Dhe të gjitha xhamiat e Kufës nuk flitshin për Saad ibn Abi Waqqasin vetëm se mirë. Të gjitha kanë folë mirë. Përveç një xhamie të fisit Beni Abs. U qua njoni për tyre në këmbë, i cili kishte emrin Usama ibn Qatade, i të cilit i thoshin Ebu Sa'de, dhe tha, përderisa po na pyet për Saadin, atëherë përgjigja është si më poshtë. Ai nuk ecën me ushtrit, pra ço ushtrit, po vetëm shtëpi. Ai nuk ecën, innahu kana la yasiru bisariya wala yuqsimu bisawiya wala ya'dilu fil qadiyya. Tre akuza. Hajde të shohim. Thot, nuk ecën me ushtrit. 1. Nuk ndan drejt plaçkën e luftës, dhe e treta nuk gjykon me drejtësi. Saadi u mërzit shumë, se nuk e mendojte që mund thoshte dikush për të këtë gjë. Saadi priste punën e namazit, që të thoshte si, komisioni këtu po fal 2 rekat namaz, shifni, e fal në rregull apo jo. Nuk ishte përgatit Saadi për këtë gjë. Dhe u tha Saadi. Atëherë tha unë po them, për të mbrojtur veten. Allahumma in kana hadha abduka kadhiban wa qama riya'an wa sum'atan fa'til umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitan. O Allah o Zot, nëse ky është çuar kot pa drejtësisht vetëm për syfaqësi, zgjatja jetën, shtoja varfërinë dhe bëje që dhe bëje që të përballet ose të preket nga sprovat. Çfarë ka ndodhur? Kanik, kaq e kanë lënë, se s'kishin, ky tha kështu dhe mbaruan me kaq. Thot, ky thot, pati një ymër të gjatë, i iku pak shikimi, jo gjithë shikimi, i varfër, dhe ngacmoi te gocat e vogla rrugëve të qytetit Kufës. Dhe kur e pyetshin, or filan ke lut mend pse bën kështu? Çfarë thoshte? Subhanallah. Abdun asabahu da'watu 'abdin salih. Se thon një njeri që e ka zënë duaja ose mallkimi i një njeriu të mirë. Gjojni një moment tjetër të lutjeve të Saadit, po kjo është në moment. Qais ibn Hazim tregon, rahimahullah, prej tabinëve, ishin në Medinë dhe po shëtitnin në për rrugët dhe lagjet e Medinës. Derisa arrita thotë një rrugist Medinës që ishte me kaldrëm, po edhe njeriu mund të rrëshqiste, domethënë aq kaldrëm
i lëmuar ishte. I pash njerëzit që ishin mbledhur rreth një kalorsi. Dhe ky kalorsi po ofendonte dhe shante Aliun ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu. Ju thash, kush është ky? Tha, nuk e dim, po flet keq dhe po shan Aliun radhiyallahu anhu. I tha Aliu, i tha m'fal, Saadi këtij personit, kalorsit. Tha, më hapni rrugën, ja hapën rrugën derisa ato të përballë me kalorsin. Pra Saad ibn Abi Waqqasi dhe kalorsi. I tha, orti, ja hadha, orti, si e shan ti dhe flet keq për Aliun radhiyallahu ta'ala anhu? A nuk është i pari që ka pranuar Islamin? A nuk është i pari që ka fal namaz mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? A nuk ka qenë më asketi ndër njerëz? A nuk ka qenë më i dituri ndër njerëz? Dhe përmendi disa gjëra të tjera për të, pastaj tha, a nuk i ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Aliut vajzën e tij? A nuk i ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Aliut disa herë flamurin në luftrat e tij? Pastaj ktheu shpinën nga kalorsi, u drejtu nga kibla dhe tha, Allahumma inna hadha yashtumu waliyan min awliyaik, fala tufriq hadha al-jam' hatta turihim qudratak. O Allah, o Zoti im, ky po shan dhe ofendon njërin nga evliat e tu, nga të dashurit e tu. O Zot, mos na mbaro këtë takim pa na shfaqur tek ky person fuqinë tënde. Tregon Kajsi, kush është Kajs ibn Hazim, tabiiu që tregon ngjarjen. Pasha Allahun thot, nuk u shpërndam vetëm se burri ky personi kalorsi ra nga kali dhe ju shpërndan tru thot në kaldram. Vdiq me një herë. 160, pra këtu kishim dy faktikisht, dy raste që shlut, pra 165, apo 166. 165. Lutja që bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu për të qenë ndër më të diturit e muslimanëve. Normalisht ja kemi dëgjuar këtë si histori, po thjesht po e përmendim. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon dhe thot se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është lutur për të dhe ka thënë Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dhe një transmetim tjetër, Allahumma 'allimhu al-hikmata. O Allah, mundësoja Abdullahit të kuptoj fen. Pra kuptimi i fesë është tjetër dhe mësosh për fen është gjë tjetër. Dhe mësoj atij o Zoti im të interpretoj Kur'anin. O Allah o Zoti im, dhuroj atij urtësi. Abdullah ibn Abbas është ai që kur ka shkuar ke Khawarijët, 75% e tyre janë kthyer në të vërtetën dhe në drejtën. I ka pasdhënë Zoti një urtësi të mprehtë radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe normalisht ka pas qenë quajtur Abdullah ibn Abbasi, si ka qenë quajtur deti i dijes dhe përkthyesi ose komentatori i Kuranit, Habrul Umme, deti i dijes së ummetit. Dhe turxhumanul Kur'an dhe komentuesi i Kur'anit. Për gjërave më interesante vëllezër që kam parë për Abdullah ibn Abbasin në raport me Kur'anin, thot njëri prej tabinëve, kam dëgjuar thot nga Abdullah ibn Abbasi komentimin që ka bërë surës Al-Baqara dhe surës Ali Imran, pasha Allahun thot sikur të kishin dëgjuar komentimin thot e Abdullah ibn Abbasit, persët dhe bizantët, nuk do të kishte mbetur njëri prej tyre pa pranuar Islamin. Domethënë llogariti çfarë largpamësie dhe çfarë horizonti ka pas Abdullah ibn Abbasi në komentimin. Për këtë arsye, në përgjithësi, shumica atyre që kanë ardhur prej komentatorëve të Kuranit vijnë nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Për këtë arsye dhe Omer ibn Khattabi ka pas thonë për të, thoshte Omer ibn Khattabi për Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, një fjalë shumë interesante. Nuk ka njeri më të ditur për atë që ka zbrit Zoti mbi Muhamedin se sa Abdullah ibn Abbasi. Omeri, dëshmia e Omerit.
Dhe thoshte Abdullah ibn Mesudi për të, po, ai është përkthyesi i Kuranit. Quhet Abdullah ibn Abbas. Thot Mujahidi ka marrë prej tij, thot nëse komentonte subhanallahu, nëse komentonte Abdullah ibn Abbasi Kur'anin, thoshte ra'ayta alayhi nuran, i bite një hije drite nuri. Radiallahu ta'ala anhu. Thot Taus ibn Kaysan, pra edhe ky prej tabiinëve, thot nuk kam parë në jetën time, kam takuar thot shumë. Po nuk kam parë thot në jetën time njëri më të ditur dhe më të ndritur se sa Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhuma, sepse Abdullah ibn Abbas, të dy pra kanë qenë musliman. 166 lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Ebu Hurajrën që mos harronte asgjë. Dhe më duket e kemi përmend diku shpejt këtë. Pra thot Abdullah, thot Ebu Hurajra për veten e vet, mendoni ju se si, thot ju më përflisni se si ka mundësi që Ebu Hurajra transmeton kaq shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O njerëz, Ebu Hurajra, o njerëz, kuptoni se ju ishit të gjithë të dhënë mas dynjas, ndërsa unë isha i varfër dhe s'kisha se me çfarë më u marr, dhe i shërbeja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thjesht për të mbushur barkun. Pra i sillesha para mrapa, nga do që shkojte se do t'i jepshin me hongër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hajshë don prej tij. Prandaj thot kam dëgjuar atë që ju nuk e keni dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe diçka tjetër dua t'ju them. Nuk ka ndodhur që të kem dëgjuar ndonjë hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ta kem harruar. Një ditë, pra Buhariu thot, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: kush e shtron rrobën e tij dhe unë do të flas dhe pastaj e mbledh, mbas kësaj dite nuk do të harroj më asgjë. Thot asnjëri se bëri, e bëra vetëm unë. Foli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe unë e mblodha rrobën mbas i foli. Dhe nga ajo ditë e deri më sot s'ka ndodhur që të harroj ndonjë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Hajeri rahimahullahu taala, nuk ka dyshim thot, si më thon se kjo ka qenë nga mrekullit e qarta fare të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Ebu Hurajrën radiallahu ta'ala anhu. Për këtë arsye ka thënë Imam Shafiu rahimahullah, Ebu Hurajra ahfadhul hadithi dahra. Nuk ka njeri që të ketë mësuar hadithe më shumë se sa Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu. 167. Bravo në kërë Allah shpërblet. Lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për nonën e Ebu Hurajrës. E keni dëgjuar, po thjesht po e përmendim si hadith. Ebu Hurajra thot: pranova Islamin dhe nëna ime ishte akoma idhujtare. Një ditë thot, duke i folë për Islamin, ajo filloi të fliste kundër pejgamberit alayhis salam. Thot, edhe kjo thot më vrau shumë në shpirt, Ebu Hurajra. Alhamdulillah. Thot erdha tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qah. Se mirë që s'ka pranoj, po filloi të çante pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nona e Ebu Hurajrës. Erdha tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qar. Thash o pejgamberi i Zotit, tha çfarë ke? Unë po i flisja nonës time për Islamin dhe po e ftoja në Islam. Ajo jo vetëm që nuk pranoi Islamin, po filloi të shante dhe ty. E kjo më ka prek shumë dhe lotët thot rridhnin prej meje. O i dërguar i Allahut, lutju Allahut për nonën time. Pejgamberi sa se mbusqeshi dhe tha: Allahumma hdi umma Ebi Hurajra. O Allah, o Zot, udhëzoje nonën e Ebu Hurajrës. Dola nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të shkuar në shtëpi. Kur shkova në shtëpi e gjeta derën mbyllur. I rash derës dhe dëgjoj zhurmë uji në shtëpi. Pra, se ato nuk kanë pas o vlezër banjo e kështu gjonësh. Aty ka ajo si kacoll ose si shtëpi, bëheshin të gjitha, vetëm banjo ka qenë diku jashtë.
Thot dëgjova zërin e ujit thot në shtëpi dhe u vesh dhe doli shpejt dhe më hapi derën. Më tha, Ebu Hurajra, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Pa i fol fare. Mrekulli, alhamdulillah. I thash, o pejgamberi i Zotit, shkova thot, lash nonën dhe i ka me vrap tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot tani po shkojsha duke qa po prej gëzimit. Tha pejgamberi se po tani o Ebu Hurajra pse po qa. Thash, ja Rasulullah, ebshir, o pejgamberi i Zotit, du t'jap lajmin e mirë, Allahu ju përgjigj lutjes tënde dhe Ummu Hurajra, pra nëna Ummu Ebi Hurajra, nëna e Ebu Hurajrës, ka pranuar Islamin, tha shahadetin. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alayhi wa qala khayra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falënderoi Allahun, e lavdroi edhe madhëroi atë dhe tha mirësi. Gjotani, gjë se s'ka marru historia, subhanallah. I thash, o i dërguar i Allahut, lutju Allahut që të më duan mua dhe nënën time besimtarët kudo që të jenë. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, Allahumma habbib abdaka hadha wa ummuhu ila ibadika almu'minin wa habbib ilejhim almu'minin. O Allah, o Zotim, këtë robin tënd dhe nënën e tij bëje të dashur te robët e tu besimtar dhe robët e tu besimtar bëje të dashur te këta të dy. Tha Ebu Hurajra, nuk do të ndodhi që Zoti të krijojë në këtë botë besimtar e dëgjon për mua ose për nënën time vetëm se duhet na doj. Allahu akbar. Vetëm se duhet na doj, sepse ai tha, o Allah, o Zoti im, bëje Ebu Hurajrën dhe nënën e tij të dashur te robët e tu besimtar. Për këtë arsye, kush flet për Ebu Hurajrën, i bjerë që të jetë MNFQ, të jetë munafik, të jetë hipokrit, ose jo besimtar, ose të jetë hipokrit, nëse e man veten si musliman. Thot Imam Nawawi kur e komenton këtë hadith, ju përgjigj Zoti thot, me njëherë dhe e la dashurinë për të si profeci deri në ditë kiametit, sa të ketë besimtar në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye thot Imam Ibn Kathir rahimahullah, thot dhe në këtë hadith ka argument dhe mrekulli dhe profeci. Thot dhe fakti që sa herë që të ketë besimtar mbi sipërfaqen e tokës do ta duan Ebu Hurajrën, nuk është gjë tjetër, thot, vetëm se argument i kësaj mrekullie të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe thot Ibn Kathiri, dhe nuk ndodh thot që të flitet në për hutbe xumaje apo në për mësime që mos përmendet emri i Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala anhu. Zoti qoftë i kënaqur prej tij dhe prej nënës tij. Amin. 168. Lutja e dërguarit. Faktikisht këtu kishim dy, po ne po i quajmë një. Lutja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për Muawiyan radhiyallahu ta'ala anhu. Këtu është një lutje që duket sikur s'është lutje, po faktikisht do ta analizojmë. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tregon: isha duke lozur me fëmijët dhe erdhi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe isha duke lozur me fëmijët dhe erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë lëviza thot dhe dola anash. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha: shko dhe thirrë Muawiyan. Shko dhe thirrë Muawiyan. Shkova tek Muawija, Muawija thot ishte duke ngrënë. Thash o pejgamberi i Zotit, është duke hëngur. Muawija po han. Pastaj tha, shko thirrë. Shko ma thirrë Muawiyan. I thash pra, po han, po më sa duket Muawija thoshte sa të marrë bukën. A kupton? Po edukata e Ibn Abbasit nuk tregojte se çka ka thonë Muawija. Si çfarë edukate, thot, shkojsha edhe
Ai tha, shko thirr Muawijen. Ky kthehej dhe i thoshte po han. Nuk i thoshte më tha hik sa të marrë bukën. Shkova për herë dytë. Tha, mirë, tha, shko thirrë prap hera dytë. Ky u kthehej dhe i thotë, pejgamberi sot është duke hangur bukë. Pra Muawija ka thonë hik sa të marrë bukën e dyta. Kur i ka thonë për herë tretë, shko ma thirr Muawijen. Prap Muawija ka thonë, prit sa të marrë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la ashba Allahu batne. Kur mos u ngopt. Kur mos u ngopt. Tani kjo lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur mos u ngopt, ka dy kuptime. E para, thot hadithi tjetër, të cilin transmeton Buhariu dhe Muslimi, o Allah o Zoti im, nëse u kam bërë dua për dikë, ktheja kundra ti, domethënë ose tip mallkimin thojza, ktheje lutjen time kundër ti në bekim për të. Kurse komenti tjetër është mos ja ngop kur mos u ngop me kuptimin me dynja. Pra i dal dynjaja nga zemra. I dal dynjaja nga zemra. Pra ka dy kuptime sepse ka një hadith që thot atwalun nasi, ata ta ngjen vllaznia këtë hadith. Atwalun nasi shab'an fi dunya atwaluhum ju'an yawm al-qiyamah. Më të ngopurit në këtë botë do të jenë më të urriturit ditën e kiametit. Ai që ha shumë, si e ka hongër, si është ushqyer, ky është kuptimi. Pra do të pyetet, nga ke marr, si e ushqy? Edhe pastaj pyetja tjetër është se si e ke shfrytzuar. Kështu që e përmendin këtë në lutje, si më thënë në atë, si më thënë në bekimet dhe urimet, si më thënë duat për Muawijen radiallahu ta'ala anhu. Për këtë arsye dhe Muawija radiallahu ta'ala anhu ka pas një pushtet që si ka hyrë asgjë nga kjo botë në zemër dhe në sy. Radiallahu ta'ala anhu. Kështu që komenti i dytë është më i saktë. Komenti i dytë është më i saktë që mos të hyjë dynjaja në sy, domethënë, kur mos të hyjë dynjaja në sy. Lutja e pranuar për Hudhaifen radiallahu ta'ala anhu. Çfarë ka ndodhur? Ditën e Khandekut. Normalisht ju e dini që në Khandek ka qenë, domethënë, edhe e fundit përballje e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me idhujtarët, po edhe situata ka qenë ekstrem e vështirë. Pse ka qenë ekstrem e vështirë? Se pati komplot të jashtëm nga gjithë gadishulli arabik, pra mushrikët e Mekës dhe mushrikët e gadishullit, gjithë u bën alatët, forcat alate një, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Medinë, në mena Medines, çifutët hebrejtë e Medinës bën aleancë me komplotin e alatëve dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët kanë qenë në mes. Pra situata nuk ishte as pak e këndshme në kuptimin njerëzor, pavarësisht se çfarë Zoti kishte përgatitur për situatën. Po në leximin njerëzor situata ishte e vështirë. Tregon tani nipi i Hudhaifes, çuni vllajt Hudhaifes. Tregon se xhaxhai i Hudhaifja ka treguar. Thot, kam qenë prezent me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur na than, kur dikush prej nesh foli për përballjen me armiqt. Tha pejgamberi islam, mos kërkoni përballjen me armikun. Dhe gjithë ne thot që ishim në atë mezhlis, na sprovoi Allahu që të ishim në përballjen më të vështirë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me armiqt. Thot ftohtë, kush tregon Hudhaifja, thot ftohtë, probleme thot me ushqimin, ndërkohë që nuk kishim asnjë lajm nga kampi i alatëve, asnjë lajm, asnjë lloj informacioni. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm kaq thot, po filluan munafikët një nga një t'i kërkojnë leje pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe i thoshin që i kena shtëpiat vetëm, sikur vetëm ata i kishin shtëpiat vetëm, këto i kishin mbrojtur. Dhe filluan thot largoheshin një nga një nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ndodhi që ndonjëri prej tyre t'i kërkonte leje e mos t'i jepte leje. Thotë duhet se
Ik i thoshte, ik gjithëve, ju dha leje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe mbetëm thot ne dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kampi armiqve e alatëve, ushtrit alate që s'dishin asgjë se çfarë bëhet atje, dhe këta këtu mbrenda ne thot që nuk dishim edhe këta se çfarë bëjnë dhe çfarë lidhjesh ky faktikisht nuk dinte, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte në informacion. Për shkak të pranimit të islamit të një sahabiu që quhej Naimi Eneas kishte pranuar islamin, pra një Naim domethënë, kishte pranuar islamin, edhe ky bëri një lëvizje shumë të fortë që futi përçarjen mes ushtrive alate dhe hebrejve të Medinës me dy fjali. Që i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi i Zotit tha, unë kam aftësi tha që të fus, ta prish aleancën mes tyre, po duhet të prek edhe ty. Çdo thot fjala duhet të prek edhe ty, do të shaj edhe ty, se kush do të besoj mua po s'fola keq për ty. Po të shajsh pejgamberin e Islam, çfarë gjykimi ka në Islam? Del nga feja apo je në fe akoma? Amo këtu ishte situatë tjetër. Prandaj njeriu do të jetë i mençëm dhe duhet të fusi patjetër peshore në gjykim. Po ecë pa peshore në gjykim, Zot na. Nëse vazhdojmë. Thot një ditë pejgamberi sa sem thot, një natë. Pejgamberi sa sem thot, kush më sjell lajme nga populli matan, asnjë nuk fliste. Pastaj pejgamberi sa sem tha, Hudhaifa, thash po pejgamberi i Zotit, thash se po më thret, tha eja, dhe u çova thot. Innehu kainun fil qawmi khabar, fa'tini bi khabari al-qawm. Po ndodh diçka te kampi i armiqve. Ma sill ti haberin, lajmin. Thot, unë isha tip frikacaku, thot. Kam pas shumë frikë. Kush po flet tani? Hudhaifja, radiallahu ta'ala anhu. Thot, nuk besoj se ka pas në njëri thot që kishte më shumë frikë se sa unë. Radiallahu anhu. Thot dhe dola. Tha pejgamberi sa sem dola. E dëgjova pejgamberin sa sem që tha: Allahumma ihfazhu bayna yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. O Allah, o Zoti im, ruaje nga para, nga mrapa, nga e majta, nga e djathta, nga lart dhe nga poshtë. Thot, pasha Allahun, nuk besoj se të ketë pas në i krijesë të Zotit më frikacak se sa unë, derisa e njiva këtë lutjen e pejgamberit alayhis salatu selam, largoi Zoti prej meje gjithë frikën që unë kisha merr nga trupi tim. Pastaj i dërguar Allahut më thirrri dhe tha: O Hudhaifa, mos fol kur ti jesh atje, derisa të kthehesh edhe një herë tek unë. Unë nisa dhe ftohti ishte i madh. Më dha Zoti thot një nxehtësi. Dhe unë nisa për tek kalon hendekun dhe duke lëviz thot në për grupimet e njerëzve, më çon Zoti thot ngjit me Ebu Sufjanin. Ja kisha një emrin thot, po nuk e disha thot që ishte ai. Derisa dëgjova zërin e tij që thoshte: njerëz, më duket se në mesin ton ka hyrë një njeri i huaj. Prandaj mblidhuni rreth dhe pyesni gjithë secilin anash tuaj, anash jush, se kush është. A thot, tha me vete ky, më erdhi në dorë, një të nxjerr shtizën, thash t'ja ngul. Pastaj më kujtu fjala e pejgamberit alayhis salatu selam që jo, mos fol, jo më bë veprim, po mos fol derisa të mvish të më sjellësh haberin. Çka kanë ndodhur faktikisht? U mlodhen ato. Ky tani çfarë bëj? Thot kisha u largova, se zëri i tij mund binte në sy, u largova thot dhe u futa në një rreth. Dhe e kapa atë thot që kisha anash sa fuqi kisha. Kush je ti? Ai tha emrin e vet, po harroi të më pyesi mua. Thot shkoj. Mbas kësaj nuk u zbulu. Hudhaifja nuk u zbulu. Thot Zoti i madh, thot çoj një herë. Fillun duke u ngrit thot çadrat. Fillun duke u kthy vorbat. Fillun duke fluturu gurët. Kur niset zjarri, gur anash edhe nisin zjarrin.
Dhe Ebu Sufjani filloi duke bërtit, thoshte njerëz, bëuni gati se nuk rrihet më. Dhe fillun thot njerëzit duke u përgatit. E pa ky ngjarje se pejgamberi sa për këtë e çoi. Thot dhe u ktheva. Dhe e gjej thot pejgamberi sa duke fal namaz. Dhe pejgamberi sa hapi xhypin e tij në futi mrena. Thot isha i ngrohtë, isha në rregull derisa u ktheva. Aty thot fillova dridhem prapë, kthy në normalitet. Pastaj erdha thot, mbaroi pejgamberi sa namazin dhe i tregova atij se çfarë pash tek dhe i tregova pejgamberit sa se çfarë pash tek kampi i ushtrive Alaate dhe i thash që kështu Ebu Sufjani po ju thoshte njerëzve. Allahu në ato momente zbriti ajetin kuranor, ja ju alladhina amanu, dhkuru ni'matallahi aleikum, idh ja'atkum junudun fa arsalna rihan wa junudan lam tarawha. O ju që keni besuar, përkujtoni mirësitë e Allahut ndaj jush, sidomos rastin kur ju erdhën ushtrit të gjitha bashk dhe ne atyre ju dërguam erë dhe ushtri që ju nuk i keni parë. Pra, dhe kjo ka qenë, si me thënë, përballja e fundit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabëve me kurejshitët. Si jemi me kohën? Mund ta marrim edhe një. 169? 9 është. 169-ta lutja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për Bara ibn Malikin radiyallahu ta'ala anhu. Bara ibn Malik mund ta keni dëgjuar si transmetues hadithi, po ka qenë i tillë që nëse betohej në Zot, lutja e tij nuk shkonte huq. Pra nëse thoshte pash Zotin, o Allah, ndodhi kjo gjëja, ndodhte, radiyallahu ta'ala anhu. Anas ibn Malik radiyallahu anhu tregon, thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kam da'ifin mutada'afin dhi timratayn law aqsama 'ala Allah la abarra." Ose thot law aqsama 'ala Allah la abarra qasamahu. Minhum al-Bara ibn Malik. Fa inna al-Bara laqiya zahfan min al-mushrikin qad awja'a al-mushrikina fi al-muslimin. Sa njerëz të dobët, të varfër në ekstrem, të dobët dhe të varfër në ekstrem, pa jo të varfër, po të varfër në ekstrem, që nuk kanë vetëm se 2 palë rroba, pra 2 palë rroba nuk kupton, diçka që e vejnë lart dhe diçka që e veshin poshtë. Po të betohet për Allahun në diçka, Zoti betimin e tij nuk e çon huq, ndërta është al-Bara ibn Malik, personi për cilin ne po flasim. Pastaj pejgamberi sa sem tha, Bara ibn Malik, që ju nuk e dini haberin e tij, u tregoi një sekret për Bara ibn Malik, ndodhi një herë thotë që u përball me idhujtarët dhe i lëndoi ato shumë. Pra ka pas një përballje me idhujtarët, ka bërë kërdin tek idhujtarët, radiyallahu ta'ala. Një ditë pejgamberi sa se më drejtua Beras dhe i tha: "O Bera, me të vërtetë nëse ti betohesh në Zot për diçka, betimi yt do të shkojë në vend." Dhe patën thot një përballje më vonë. Bara ibn Malik me idhujtarët më vonë. Thot transmetuesi Anas ibn Malik, përballje her mas here, i thon shokët Beras radhiyallahu anhu: "O Bera, a nuk jeti prej atyre që po të betohesh në Zot, betimi yt plotësohet?" Tha po. Po tha betohu në Zot se po na lodhin, pas po ja dalin. Tha Bara ibn Malik: "Aqsamtu alayka ya Rabb, lama manahtana akthafahum wa alhiqni bi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam."
o Zot, betohem në ty, që të na i dorëzosh shpinat e tyne, po mua më bëj që të bashkohem me pejgamberin alayhis salatu selam. Thot, ne fitum, na i dha Zoti shpinat e tyne, ndërsa Beraja ditë ra dëshmor, siç boni lutjen, radiallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Atëherë jemi tek 170-ta. Inshallah ta'ala, lu Zotin e madh që në bashkojmë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe me këto sahabët nderuam, cilët kanë përjetuar mrekullitë e pejgamberit alayhis salam, madje disa prej tyre kanë realizuar mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.